e kupton se kush kanë kenë njerëz që kanë arrit me kenë për ty, edhe ata që s'kan kenë, ndoshta ki pa njerëz që ki hum, ndoshta ki luftu me vetveten, ndoshta ki kalu një periudhë të jashtëzakonshme, por kur arrin edhe e shef në fakt, unë personalisht them që i vetmi qenje e jashtëzakonshme, ndoshta edhe të tëna dyrt kanë kënd me ona, por e kuptova që Zoti aty ishte në kohët e mia më të vështira dhe majti nërdur, atëherë kur ndoshta kërkush nuk kujtohet për ty, ose kërkush nuk ta ndin atë dhimbjen tënde, ose atë plagën që nuk mundet më pa, që ndoshta e kam thënë kur dikush operon zemrën, i shifet ose kamen ose dorën, ose ka paterica thonë, "Oh, ai je mirë." Por ndoshta atë depresionin ose stresin ose gjana shëndetësore që nuk shifen, nuk t'i shef kërkush edhe nuk ta beson atë dhimbjen edhe të merri ndoshta që kalon përmbrana. Por në fund të fundit, në ato ditë të vështira është gjithmonë Zoti gjithmonë dur edhe e kalon edhe thu, jam prapë zoja me marr frym. Ky ishte ndoshta mësimi më i madh që unë mësova.